Është mbajtur ceremonia e certifikimit të 334 aspirantëve për drejtues shkollash, të cilët ju nushtruan programit të trajnimit përgatitor nga shkolla e drejtorëve. Në ceremoni u certifikua edhe brezi i parë i 63 drejtuesve të arsimit parashkollor. Në ceremoni e pranishme ishte edhe Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro. Ministre vlerësoi shkollën e drejtorëve si një standard kombëtar të krahasueshëm me modelet më të mira europiane. Ju si drejtues të shkollave ose si aspirant për të qenë drejtues të shkollave, nuk jeni thjesht administrator. Jeni shumë më tepër. Jeni udhëheqës të komuniteteve, jeni udhëheqës të foleve, të dijes ku formohen të rinj. Është në fuqi detyrimin që çdo drejtues që konkuron ose çdo kandidat që konkuron për një post drejtori shkolle duhet të ketë certifikatën e shkollës. Shkolla e drejtorëve është sot një standard kombëtar i krahasueshëm me modelet më të mira europiane. Ministre Kumbaro solli në vëmendje edhe rezultatet pozitive të Shqipërisë në testimin TALIS, kryer me mbi 4500 mësues në mbi 300 shkolla, duke theksuar se me buxhetin e vitit 2026 për arsimin do të vijojë trajnimi i mësuesve, veçanërisht në lëndët etik. Rezultatet e fundit të sondazhit TALIS, që është një sondazh i OECD-s, i zhvilluar në mbi 54 vende të botës, 96% e mësuesve të anketuar ishin mbi 4500 të tillë në rreth 300 shkolla të Shqipërisë, deklarojnë se trajnimet që kanë bërë dhe trajnimet nuk është vetëm shkolla drejtorëve, pjesa më e madhe e mësuesve janë trajnuar në ASKAP, në Agjencinë tonë të Sigurisë së Cilësisë së Arsimit Parauniversitar, në një bashkëpunim shumë të ngushtë shkolla e drejtorëve me ASKAP-in. Trajnimet, konfirmojnë ata, i kanë ndikuar realisht në përmirësimin e mësimdhënies. Në vitin 2026 do të kemi buxhetin më të lartë historik për arsimin, ku një pjesë e konsiderueshme shkon dhe për trajnimin e vazhduar të mësuesve. Rreth 60% e mësuesve do të vijojnë të trajnohen vitin 2026, sidomos në lëndët e reja të teknologjisë së informacionit. Në përfundim të aktivitetit, u ndanë edhe çmime për pjesëmarrësit me rezultatet më të larta në procesin e certifikimit.